Nuk bëhet fjalë kur që të pajtohemi me këtë zgjedhje. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka refuzuar të pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, në të cilat Partia Socialiste mori një fitore të thellë. Në një konferencë për shtyp të mbajtur sot, Berisha akuzoi qeverinë se ka grabitur zgjedhjet me ndihmën e bandave kriminale, duke pretenduar se procesi nuk ka qenë i ndershëm dhe demokratik. Duke e cilësuar rezultatin si të diktuar nga manipulimi dhe frika, lideri i opozitës paralajmëroi një protestë kombëtare më 16 maj, pikërisht në ditën kur në Tiranë do të zhvillohet samiti i European Political Community me pjesëmarrjen e liderëve më të lartë të Europës. Bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozit, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protest në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës si çka ndodh në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Blendi Xhabafti, ja diktojnë Fir, ja diktojnë bandat të katër anët të vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një populli që kërkon të votojë i lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral, para gjithë botës, para jush, para gjithë botës.